Përkundër vendimit të gjykatës speciale për të mos lejuar Hashim Thaçin që të jap lamtumirën e fundit babait të tij, është shprehur dhe emisari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për misionet të posaçme Richard Grenell. Ai ka shpërndar postimin e kryeministrit Edi Rama në rrjetin social X, i cili kritikonte ashpër gjykatën për refuzimin e kërkesës së Thaçit, i cili shkruante se e ka kthyer drejtësinë ndërkombëtare në një farsë. Një poshtrim i ri nga një tribunal i turpshëm dhe i paturpshëm, i cili e ka kthyer drejtësinë ndërkombëtare në një farsë, të drejta demokratike në fjalboshe dhe vullnetin e mirë të Parlamentit të Kosovës në bumerangun më brutal, shkroi kryeministri Rama. Ish-presidenti i Kosovës e vizitoi Tatin në spital në Prishtinë disa ditë para se ai të ndronte jetë. Gjatë kohës së qëndrimit të tij, kishte masa të shtuara të sigurisë me forcat e EULEX-it dhe të policisë së Kosovës, që kishin siguruar perimetrin rreth klinikës ku ndodhej i shtruari Jati. Ndërkaq Grenell, i cili ka shërbyer si përfaqësues i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi, ka shprehur vazhdimisht pakënaqësinë ndaj gjykatës speciale, duke cilësuar si institucion me prirje politike që ka penguar paqen në Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë varimi i babait të ndjerë të Thaçit bëhet në orën 15.